Fitimet e investitorëve të huaj në Shqipëri pësuan rënje në vitin 2025, duke ndërprer trendin e rritës 4 vjeçar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, të ardhurat totale nga investimet arritën në 1.068 miliard euro, 3.8% më pak krahasuar me një vit më parë. Nga kjo shumë, rreth 837 milion euro u riinvestuan në ekonomi, ndërsa fitimet e tërhequra nga investitorët e huaj ranë në 231 milion euro, me një tkurrje prej 9.8% në raport me 2024. Ndërkohë, të ardhurat që ekonomia shqiptare përfiton nga investimet jashtë vendit u rritën në 305 milion euro, plus 3.7%, duke bërë që deficiti neto i të ardhurave nga investimet të ulet në 765 milion euro, rreth 6.3% më pak se një vit më parë. Forcimi i lekut në vitet e fundit ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e fitimeve të investitorëve të huaj, pasi të ardhurat në lek janë konvertuar në më shumë euro. Megjithatë, në 2025 ky efekt u dobësua, pasi rënja e euros ishte më e moderuar, 2.8%, duke sinjalizuar një ngadalësim të ciklit pozitiv pas pandemisë. Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me arritjen e një piku të përfitimeve nga kursi i këmbimit dhe stabilizimin e ritmeve të rritjes së ekonomisë, ndërsa një pjesë e madhe e fitimeve vijon të riinvestohet në vend.